Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. A mund të jetë ky njeri në të vërtet hyjni, apo vetë Zoti i veshur me mish njerëzor? Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. 2000 vjet më parë, lindi një bebe. Në pamje të parë, dukej si çdo fëmijë tjetër, por në të vërtetë nuk ishte ashtu. Ndërkohë që rritej, filloi të dallonte nga të tjerët. Ai kishte aftësi të kryente mrekulli, të shëronte të sëmurët edhe të ringjallte të vdekurit. Ai fliste gjithmonë me autoritet, edhe mësimet e tij i habisnin njerëzit e ditur. Edhe pse duket si një histori e pabesueshme për mendjen njerëzore, në fakt ky është themeli i besimit të krishterë. Kush është ky Jezus? Kush është ky njeri? Në programin e sotëm, Dr. Charles Stanley na prezanton me Jezus Krishtin, birin e Perëndisë. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm. Në programin e sotëm dua të flas për faktin që Jezus Krishti është biri i Perëndisë. Dikush mund të thotë, çfarë ndryshimi ka nëse është apo jo biri i Perëndisë? Ka shumë ndryshim. Shkrimi tek Romakët kapitulli 8 vargu 29 thotë se Ati Perëndi na ka paracaktuar të jemi të ngjashëm me birin e tij, me Jezusin pra. Sepse ata që ai ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralinduri në mes të shumë vëllezërve. Perëndia na ka paracaktuar që me anë të punës shenjtëruese të frymës së shenjtë, moment pas momenti dhe ditë pas dite, të mund të transformohemi në ngjashmërinë e Krishtit. Vullneti i Atit është që unë dhe ti të bëhemi të ngjashëm me shëmbëltyrën e birit të tij. Fare natyrshëm lind pyetja: po kush është ky Krisht dhe pse zgjodhi Ati Perëndi që unë të bëhesha i ngjashëm me të? Pikërisht për këtë do të flasim në programin e ditës së sotme. Unë dua të flas për një aspekt të jetës së Krishtit dhe një nga titujt e dhënë: Jezus Krishti, biri i Perëndisë. Le të shkojmë së bashku tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 20. Në kapitullin e 20 të Gjonit, në vargjet e fundit, Gjoni na tregon se pse e shkroi këtë Ungjill. E dim që një nga arsyet është drejtimi nga fryma e shenjtë, por këtu ai na jep një arsye specifike për shkrimin e këtij Ungjilli. Jezusi ishte ringjallur. Ai u ishte shfaqur atyre që ishin tek varri dhe dishepujve të tij në dhomën e sipërme. Vini re se çfarë thot Gjoni tek vargjet 30 dhe 31. Jezusi bëri edhe shumë shenja të tjera në prezencën e dishepujve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër. Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, biri i Perëndisë, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të tij. Gjoni thot: arsyeja pse e shkrova këtë është që ju të mund të besoni dhe të keni jetë të përjetshme. Tek vargu i njohur, kapitulli 3, vargu 16 i Gjonit, Jezusi thot, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme. Cilin dha Perëndia? Birin e vetëm lindur. Ka pasur vetëm një bir. Nuk ka pasur dhe as nuk do të ketë kurrë një të ngjashëm me të, sepse ai është biri pa mëkat i Perëndisë, i lindur nga një virgjër, jo i mbarsur nga burri, por nga fryma e shenjtë. Tek Mateu kapitulli 3, vargu 16 deri në 17, Bibla thot: dhe Jezusi sapo u pagzua, doli nga uji, dhe ja, qejt ju hapën, dhe ai pa frymën e Perëndisë duke zbritur si një pëllum e duke ardhur mbi të, dhe ja një zë nga qielli që tha: ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur. Jezusi është i dashur i Atit. Ai nuk është vetëm një bir i dashur, por biri në të cilin Ati është i kënaqur. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Sa për ju ndjen në të vërtetë të dashur nga Zoti? Sa për ju ndjen që Zoti është i kënaqur me ta? Arsyeja pse dua të flas për Krishtin dhe për Zotin është që ju të mund të kuptoni se kush është ai dhe me kë ngjan. Ti mund të thuash:
Si mund të jetë Zoti i kënaqur me mua? Unë nuk jam i përkryer, unë nuk jam Jezusi. Më dëgjoni me vëmendje. Nëse ka ndonjë gjë që Ati e di shumë mirë, është që ne nuk jemi të përkryer. A e dini çfarë? Unë nuk ja them më këtë gjë Perëndis. Më parë thoshe, Zot, ti e di që unë nuk jam i përkryer. Por një ditë mendova, mos i thuaj më atij diçka që ai e dinte para se ti të lindje. Mos i thuaj Zotit, Zot, ti e di që nuk jam i përkryer. Ai e di tashmë këtë gjë. Kjo është një çështje e mbyllur. Ai madje nuk pret që unë të jem i përkryer. A e dini pse? Ai e di që unë nuk mund të jem i përkryer. Unë nuk mund të jem i përkryer sepse jam ende në mish. Çfarë do të thotë që ti të jesh kënaqësi për të? Nëse ecë në frymë e do Zotin Jezus Krisht, do më të mirën në jetën tënde. Do të lëkundesh dhe do të biesh. Ti do të çapitesh për gjatë rrugës. Ti duhet ta kërkosh atë. Ta falenderosh për faljen e tij dhe të vazhdosh të ecësh. Miku im, a e kupton që Zoti na sheh si fëmijë dhe që jemi ende duke mësuar? Shpesh mendoj, Zot, sa pak të njoh. Shumë prej jush në durimin, mirësinë dhe mëshirën e tij të butë janë kënaqësi për Zotin, më shumë se mund ta mendojnë ata. A e dini pse? Kjo ndodh për shkak se ai shikon zemrën tuaj. Ai e njeh zemrën tuaj. Ai e di që dëshira e zemrës tuaj është i bindeni atij. Ai e di se në mes të dobësisë, brishësisë, tundimeve, betejave, dhimbjeve dhe barrave që mbani, ju ende po i besoni atij. Kjo do të thotë se Zoti të kupton kush je dhe ku je në ecjen tënde të krishterë. Tek Mateu kapitulli 3 vargu 17 ai tha për Jezusin: "Ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur." Dallimi është se Jezusi është i përkryer. Ne nuk jemi dhe nuk do të jemi kurrë të përkryer. Lavdi Zotit. Nuk kam pse të jemi përkryer në mënyrën që t'i pëlqej Zotit, sepse ai na sheh si fëmijë të lindur në këtë botë të vjetër me natyrë të mëkatshme. Duke pranuar Krishtin dhe natyrën e re, nuk do të thotë që unë jam zhveshur nga të gjitha dobësitë e mia, sepse unë jam ende në trupin fizik dhe të brisht njerëzor që një ditë do të kthehet në plur, por më vonë do të lartësohet. Zoti e kupton të gjithë këtë. Çështja e vërtetë është kjo: me çfarë është e lidhur zemra ime? Cila është dëshira ime e vërtetë? Ku po e kënaq veten time? Për ku jam drejtuar në të vërtetë? Nuk është vetëm ajo që bëj, por kryesorja është se ku është zemra ime, ku është shpirti im. Çfarë do të isha dhe çfarë do të bëja nëse do të kisha forcën dhe do të dija si ta ushtroja fuqinë shpirtërore brenda meje. Perëndia thotë se Jezusi është biri i tij i dashur dhe se ai është i kënaqur në të. Kolosianët kapitulli 1 vargu 15 thotë: "Ai, Jezusi, është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i paralinduri i çdo krijese." Ai është shëmbëllesa e saktë e Atit. O sa më pëlqen kjo pjesë. Kur bëhet fjalë për të përshkruar Jezusin, kjo pjesë është një nga më të preferuarat e mia. Ai nuk është vetëm biri i vetëm lindur i Atit, por biri i dashur në të cilin Ati kënaqet. Ai është shëmbëllesa e saktë e Perëndisë. Le të shkojmë te kapitulli 8 i Gjonit. Në këtë kapitull, faricejnë dhe saducejnë po i hapin Jezusit shumë probleme dhe po e akuzojnë se ka një demon. Gjoni kapitulli 8, vargu 42 dhe deri në 50. Atëre Jezusi u tha atyre: "Po ti ishte Perëndia Ati juaj, ju do të më donit, sepse kam dalë dhe kam ardhur nga Perëndia. Nuk kam ardhur pra nga vetja ime, por ai më ka dërguar. Përse nuk e kuptoni thënien time? Sepse nuk mund të dëgjoni fjalën time. Ju jeni nga djalli, që është Ati juaj, dhe doni të bëni dëshirat e Atit tuaj. Ai është vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtetë. Kur thotë rrema, flet nga vetvetja, sepse është gënjeshtar dhe Ati i rrenës. Kurse mua, duke qenë se ju them të vërtetën, ju nuk më besoni. Cili nga ju më bind për mëkat? Nëse flas të vërtetën, pse nuk më besoni? Kush është për Perëndisë i dëgjon fjalët e Perëndisë. Prandaj ju nuk dëgjoni se nuk jeni prej Perëndisë." Atëre Judejt ju përgjigjen dhe i thanë: "A nuk themi me të drejtë se ti je samaritan dhe se ke një demon?" Jezusi ju përgjigj: "Unë nuk kam një demon, por nderoj Atin tim. Ju përkundrazi, më shënderoni. Tani unë nuk kërkoj lavdin time. Ka kush e kërkon dhe gjykon." Çfarë lloj biri ishte ai? Ai e nderonte Atin e tij. Gjoni kapitulli 8 vargu 28 deri në 29 thotë: "Atëre Jezusi u tha atyre: Kur ta keni lartuar birin e njeriut, atëre do të njihni se unë jam dhe se nuk bëj asgjë prej vetvetes, por i them këto gjëra ashtu si Ati më ka mësuar. Dhe ai që më ka dërguar është me mua. Ati s'më ka lënë vetëm, sepse bëj vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë." Çfarë lloj biri ishte Jezus Krishti për Atin Perëndi? Ai ishte biri i tij vetëm lindur, i dashur i tij, biri në të cilin Ati kënaqej. Ai që ishte në shëmbëllesën e saktë të tij, ai që e nderonte Atin,
ai që i bindej atij dhe ai që një ditë do të lartësojë sërish. Le të shkojmë te kapitulli 17 i Gjonit. Duhet t'i lexojmë së bashku 5 vargjet e para sepse kjo është lutja e Zotit përpara se ai të kryqëzohej. Gjoni kapitulli 17, vargu 1 deri në 5. Jezusi tha këto gjëra, pastaj ngriti syt drejt qiellit dhe tha: O Atë, ora ka ardhur, përlëvdo birin tënd që edhe biri yt të përlëvdojë, sepse ti ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që t'u jap jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti ja ke dhënë. Dëgjoni vargun tjetër. Dhe kjo është jeta e përjetshme, të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet, dhe Jezus Krishtin që ti ke dërguar. Nëse doni jetë të përjetshme, ju duhet të njihni Atin Perëndi dhe Birin Perëndi. Unë të kam përlëvduar mbi tokë, unë e kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj. Tani pra më përlëvdo Atë, pranteje, me lavdin që unë e kisha pranteje para se të bëhej bota. Jezus Krishti erdhi në këtë botë si një bebe njerëzore. Ai ishte hynia i veshur në mishin njerëzor të një djali të vogël. Çfarë kishte bërë ai? Ai kishte lënë mënjan lavdinin e tij qellore për një farë kohe. E tani ai po bëhej gati për t'u ngjitur tek Ati dhe mëngjesin tjetër do të kryqëzohej. Tani ai po thot: Zot, a do të më përlëvdosh me lavdin që unë e kisha pranteje para se të vije në tokë? Çfarë biri? Çfarë marrëdhënie? Jezus Krishti është biri i Perëndis. Shumë nga ne do të bien dakord që ai është biri i Perëndis, por çështja është çfarë ndryshimi sjell kjo? Dëgjoni se çfarë thuhet në vargun 31 të Gjonit, kapitulli 20. Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, Mesia i premtuari, biri i Perëndis, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të Tij. Bibla thot se Ati Perëndi rrëfen se Jezusi është biri i Perëndis. Jezusi tha se ai është biri i Perëndis. Të gjithë dishepujt e njihnin si birin e Perëndis. Miqtë e tij, Maria, Marta dhe Lazari, e njihnin si birin e Perëndis. Madje edhe demonët pohuan se ai ishte biri i Perëndis. Centurioni që e pa Jezusin në kryq, duke u kryqëzuar, tha: "Ky duhet të ketë me të vërtet biri i Perëndis." Mateu kapitulli 27 vargu 54. Djalli e dinte që ai ishte biri i Perëndis. Të gjithë të krishterët përgjatë shekujve e dinin që Jezus Krishti ishte biri i Perëndis. Tani biri i Perëndis, i vetëm lindur nga Ati, për të cilin Bibla thot se është i dashur i Atit, ai që është shëmbëllesa e saktë e Atit, është ulur në anën e djathtë të Atit në lavdi. I njëjti Krisht, i njëjti bir jeton tani brenda çdo besimtari. I njëjti biri i Perëndis që banon në ty. Ne duhet të kuptojmë që biri i dashur i pamëkat i Zotit jeton dhe banon në shpirtin e çdo besimtari. Në mendjen time mund të vinë shumë gjëra, por unë nuk duhet i lejoj të marrin kontroll. Ka disa gjëra të cilat nuk duhet të dalin kurrë nga goja ime. Ato nuk përshtaten me atë person që jeton në mua. Disa veprime, disa sjellje nuk duhet të kenë asnjë vend në jetën e besimtarit. Pse? Sepse Zoti ka thënë: ai që jeton brenda jush ishte paracaktuar para themelimit të botës. Letra e parë e Pjetrit, kapitulli i parë, vargu 20 deri në 21 thotë: të paranjohur përpara krijimit të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju që nëpërmjet tij të besoni në Perëndin që e ringjalli prej së vdekurish dhe i dha lavdi që besimi juaj dhe shpresa të jenë në Perëndin. Zoti thot: kur të thirra që ti të ishe imi, vura në lëvizje gjithçka që do të fillonte të operonte në momentin që ti do të shpëtoheshe. Unë do të dërgoj në jetën tënde gjithçka që do të jetë e nevojshme për të modeluar, për të gdhëndur dhe për të bërë të ngjashëm me Krishtin. Kjo do të thotë se trupat tanë fizik janë shumë të rëndësishëm në sytë e Zotit. Pse? Sepse trupat tanë fizik strehojnë birin e Perëndis. Dua ta them edhe një herë këtë. Trupat tanë janë shumë të rëndësishëm në sytë e Zotit. Në fakt, ata janë të shenjtë. Nuk ka të bëj fare me gjatësinë, formën, masën, peshën apo moshën. Bibla tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 6, vargu 19, thotë se trupi yt është tempulli i frymës së shenjtë. A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia dhe se nuk i përkisni vetvetes? Jezus Krishti banon në ty, nëpërmjet frymës së shenjtë. Për shkak se ai banon brenda teje, ky trup është i shenjtë në sytë e Zotit. Miku im, herën tjetër kur të tundoheni nga imoraliteti, kujtoni se kush banon në trupin tuaj. Herën tjetër kur të tundoheni të pini, nuk ka rëndësi nëse është birr, raki, konjak apo diçka tjetër, kujtoni se kjo gjë nuk përshtatet me atë person që jeton brenda teje. Kur dikush ju tregon një shaka të pistë, mos e dëgjoni. Kur dikush dëshiron t'ju përfshijë në një aktivitet të pandershëm, kujtoni se kush jeton brenda jush. Ato gjëra nuk i përshtaten personit të tij. Jezus Krishti, biri i Perëndis, zgjodhi të jetonte brenda nesh derisa ai të na thërras në shtëpi për të qenë gjithmonë me të.
Kjo të bën ty shumë të veçantë në sytë e Zotit. Ne jetojmë në një kohë ku gjithnjë e më shumë ka më pak respekt për jetën njerëzore. Më lejojnë t'ju tregoj diçka. Kur njerëzit dëmtojnë trupat e të tjerëve, ata sulmojnë tempullin e Zotit dhe për këtë do të gjykohen nga ai që banon brenda tyre. Ne mbajmë një qëndrim shumë të shkujdesur ndaj Zotit. Televizori është i mbushur me gjëra të tilla, filmat po ashtu. Miqtë mi, dua t'ju kujtoj se me anë të stilit tuaj të jetës mund të përgojoni birin e Perëndis, para të cilit do të qëndroni një ditë. Tek Mateu kapitulli 12, vargu 36 thuhet se ne do të jemi përgjegjës për çdo fjalë të kotë, dhe jo për disa fjalë, po për çdo fjalë të kotë. Unë po ju them se ditën e gjyqit njerëzit do të japin llogari për çdo fjalë të kotë që kanë thënë. Meqense Jezus Krishti është biri i Perëndis, kjo duhet shkaktojë në mua lavdërim, adhurim, bindje, nder, bujari dhe dashuri. Ai jo vetëm që i meriton këto, por nëse zemra ime është e drejtë, atëherë nuk do të kem grindje me Zotin. Kjo është arsye pse ju them, si ka mundësi që një person të pyes nëse duhet t'i jap Zotit apo jo? Miku im, kur pyet nëse duhet t'i japësh Zotit, qoftë ai talenti yt, paratë apo gjithçka tjetër, kujtoj që po vën në dyshim Perëndin. Me fjalë të tjera, po i thua, jo mua Zot. Çfarë ndryshimi ka? Tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 5, vargu 13 thuhet: Ju a shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin e Birit të Perëndis, që të dini se keni jetën e përjetshme, dhe që të besoni në emrin e Birit të Perëndis. Arsyeja se pse e shkroi Gjoni këtë është që ju të mund të besoni se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndis, dhe duke besuar në të mund të keni jetën e përjetshme. A e keni jetën e përjetshme? A i keni besuar Jezus Krishtit, Birit të Perëndis, si shpëtimtarit tuaj personal? A e keni vendosur besimin tuaj tek ai dhe keni thënë: Zot, të rrëfej ty mëkatet e mia. Unë besoj se ti pagove porçin tim të plot. Unë të pranoj ty si shpëtimtarin tim personal. A e keni bërë diçka të tillë? A i keni besuar Jezus Krishtit si shpëtimtarit tuaj personal? Ne nuk po flasim për ndonjë person. Ne po flasim për Zotin. Disa njerëz thonë: "Prit një minutë, unë besoj tek Zoti, por nuk besoj tek Jezusi." Më vjen keq, por nuk mund të funksionojë në këtë mënyrë. Ti mund të thuash: "Unë mund të besoj tek Zoti edhe pa besuar tek Jezusi." Më vjen keq, por kjo nuk është e mundur. Ti nuk mund të besosh atë çfarë Bibla thot për Zotin pa besuar atë çfarë Bibla thot për Jezus Krishtin. Ti nuk mund ta ndash dot atë që është e pandashme. Jezus Krishti dhe Ati Perëndi janë një. Ti nuk mund t'i ndash dot ata të dy, ose pranoj të dy, ose asnjërin. Gjoni kapitulli 14, vargu 9 thot: Jezusi i tha: "Ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur akoma o Filip? Kush më ka parë mua ka parë Atin." Jezusi tek Gjoni kapitulli 10, vargu 30 tha: "Unë dhe Ati jemi një." Dhe tek Gjoni kapitulli 14, vargu 6, Jezusi i tha: "Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje." Nëse Jezus Krishti është Biri i Perëndis, atëherë kjo është e vetmja mënyrë se si mund të shpëtohesh. Nëse ai nuk është Biri i Perëndis, atëherë më mirë mos beso asgjë. Ai është Biri i Perëndis, e erdhi në këtë tokë dhe hapi të dyja krahat e tij në një kryq për të vdekur për mëkatet e tua. Kur e kryqëzuan Jezusin, a mendoni se ushtarët romak e bën kundra vullnetit të tij? A mendoni se e ngulën gozhdën pa dashjen e tij? Jo. Atyre nuk ju deshti mbanin këmbët e tij me forcë për shkak të shtrëngimit të tij kur i ngulën gozhdat. Jo. Ai nuk po vërtitej në kryq kur i ngulën heshtën në brinj. Ai erdhi për të vdekur me dëshirë. Më dëgjoni me kujdes. Nëse do të kishte vdekur dikush tjetër dhe jo Biri i Perëndis, atëherë unë dhe ti do të ishim ende të humbur. Le të lutemi së bashku. Zoti Jezus, a do të mund të falenderojmë ndonjëherë mjaftueshëm? A do të mund të lavdërojmë aq sa duhet? A do të mund të bekojmë emrin tënd dhe të falenderojmë mjaftueshëm që na ke shpëtuar, që vdiqje për ne, që na ke shpenguar, shfaqsuar dhe pajtuar me Atin? A do të punojmë, a do të mund të duam apo lutemi sa duhet? Jo, por ne mund të besojmë ty. Ne mund të besojmë me gjithë zemrën tonë. Mund të ecim në harmoni të përsosur me ty ditë për ditë dhe moment pas momenti. Faleminderit që na do aq shumë sa që erdhi të jetosh brenda nesh nëpërmjet prezencës së frymës së shenjtë. Faleminderit që na deshe aq shumë sa që dërgove Birin tënd të vetëm për të vdekur në vendin ton. Zot, është për te kuptimin tim që ti na deshe aq shumë, edhe para se ne të shpëtoheshim. Madje edhe atëherë kur pe mosbindjen, rebelimin, zemërimin dhe armiqsinë për mëkatin ton, the, unë do t'i bëj ata si birin tim. Faleminderit. Falenderoj o Zot. Të falenderoj. Kjo është lutja ime në emrin e Jezusit. Amen. Miq të dashur, po ju rikujtoj edhe përsëris edhe një herë.
Vullneti i Atit është që unë dhe ti të bëhemi të ngjashëm me shëmbëltyrën e birit të tij, Jezus Krishtin. Perëndia e di shumë mirë se në ç'pozicion jeni ju. Ai e njeh zemrën tuaj. Ai e di që dëshira e zemrës tuaj është i bindeni atij. Ai e di se në mes të dobësisë, brishtësisë, tundimeve, betejave, dhimbjeve dhe barrave që mbani ju, ende po i besoni atij. Kjo do të thotë se Zoti të kupton kush je dhe ku je në ecjen tënde të krishterë. Mos harroni, tek Mateu kapitulli 3, vargu 17, ai tha për Jezusin: "Ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur." Por ne nuk kemi pse të jemi të përkryer në mënyrë që t'i pëlqejmë Zotit, sepse ai na sheh si fëmijë të lindur në këtë botë të vjetër me natyrë të mëkatshme. Duke pranuar Krishtin dhe natyrën e re, nuk do të thotë që unë jam zhveshur nga të gjitha dobësitë e mia, sepse unë jam ende në trupin fizik dhe të brish njerëzor, që një ditë do të kthehet në pluhur, por më vonë do të lartësohet. Të gjithë këtë Zoti e kupton. Por ne gjithashtu duhet të kuptojmë që biri i dashur i pamëkat i Zotit jeton dhe banon në shpirtin e çdo besimtari. Pra, Jezus Krishti, biri i Perëndisë, zgjodhi të jetonte brenda nesh, deri sa ai të na therrasë në shtëpi për të qenë gjithmonë me të. Kjo të bën ty shumë të veçantë në sytë e Zotit. Përsëris edhe një herë shkrimin tek Letra e Romakëve, kapitulli 8, vargu 29. Sepse ata që ai ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralinduri në mes të shumë vëllezërve. Por një problem tjetër për të cilin dua të flas në programin e ardhshëm është se si ne të mund të dëgjojmë Zotin. Dhe besoj se kjo është një temë shumë e rëndësishme. Të mësojmë se si ta dëgjojmë dhe t'i flasim atij. Por të mësosh t'i flasësh atij është shumë e lehtë. Ndërsa të mësosh të dëgjosh prej tij, mund të mos jetë edhe aq e lehtë. Për të mësuar më tepër mbi këtë temë, atëherë miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Këto minuta me Dr. Stanley ndoshta mund t'ju kem prezantuar për herë të parë me identitetin e vërtetë të Jezus Krishtit. Ai është biri i Perëndisë. Ai erdhi në tokë për të vdekur në kryq në mënyrë që të siguronte falje edhe liri nga mëkati. Tani, që e dini të vërtetën për Jezusin, a do ta pranoni sakrificën e tij për ju? Jezus Krishti është biri i Perëndisë, por edhe pse është hyjni, nuk do të thotë se është larg jetëve tona. Jezus Krishti erdhi jo vetëm për të sjellë shpëtimin për botën, por për të plotësuar nevojën e atyre që besojnë në të. Në momentin që e pranoni atë, me anë të besimit, Krishti bëhet jeta juaj. Ai është më se i mjaftueshëm për çdo nevojë tuaj. Dëgjoni se çfarë i shkroi Pali Kolosianëve te kapitulli 2:6-10. Ashtu si e keni marrë Krishtin Jezus, Zotin, ashtu pra ecni në të, duke pasur rrënjë dhe duke u ndërtuar në të, edhe duke u forcuar në besim, ashtu sikurse ju mësuam, duke mbushulluar në të me falënderim. Tregoni kujdes, se mos ndokush ju bën prenë e tij me anë të filozofisë dhe me mashtrime të kota, sipas traditës së njerëzve, sipas elementeve të botës edhe jo sipas Krishtit, sepse tek ai banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnisë. Edhe ju keni marrë plotësinë në të, sepse ai është krye e çdo principate e pushteti. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valëteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.